Dhe nga ana tjetër, questo accordo kjo apre la strada marrëveshje hap rrugën a un nuovo discorso dhe di për natura një economica diskutimi të ri për arsye ekonomike, sia per të natyrë Fincantieri, ekonomike, sia si për per Fincantieri, ashtu Caio, cioè edhe per për l'Albania, Kajën, për perché, Shqipërinë, come sepse ho detto, siç certamente thash noi sigurisht saremo i primi ad do të jemi të approfittare parë që do të dei përfitojmë prodotti nga produktet dell'azienda, e shoqërisë. concretamente delle prime Në due mënyrë navi konkrete nga dy che anijet e saranno para që do të costruite ndërtohen per le nostre forze për armate forcat e che tona të porteranno a armatosura dhe që do të 7 çojnë në 7 la nostra flotta numrin total të flotës che tonë, nei termini e cila precisati në termat e con përcaktuar il nostro Stato Maggiore e anche nga status jon madhor, la NATO po è un sigurisht dhe me numero NATO-n, është një numër ottimale optimal per quello che riguarda il për peso sa i përket e la peshës dhe responsabilità dell'Albania përgjegjësisë nel të Shqipërisë Mediterraneo në mesdhe. e poi la Dhe më produzione pas, andrà sigurisht, avanti prodhimi do të vazhdojë më tej per esportare për të eksportuar queste këto anije, navi, dove è chiaro che aty tutta ku la nuova sigurisht është e tecnologia qartë që e teknologjia e tutta re l'innovazione che dhe inovacioni accompagnerà questo që do të percorso shoqërojë këtë sarà rrugtim implementata. do të implementohet. È fantastico, Është diçka senza fantastike, esagerare, pa che egzageruar ci fare, siamo arrivati. sepse kemi arritur Raccontavo pikërisht në këtë pikë, prima po ja tregoja, po ai nostri flisja më amici di parë dhe me Fincantieri che io feci shokëtan të una delle Fincantieri, prime visite që un kam bërë një nga vizitat e para fuori dall'Albania jashtë Shqipërisë, da giovane si i ri, primo ministro, si kryeministër i ri, nel saktësisht në vendin del Fincantieri. e Fincantierit, pra në bazën e Fincantierit, në selinë e tyre, dhe aty messo davanti a kam vendosur a quel gruppo dirigente para atij grupi dell'epoca, drejtues asaj periudhe, esattamente il cantiere di Pascialimani, pikërisht kantierin e Pashalimanit, dicendo che duke thënë se ndoshta era interessante do të ishte interesante të shikonim in quel cantiere pikërisht këtë kantier mundësinë për të hapur një filial për kërkimin dhe inovacion për Fincantierin. Por sigurisht ishin kohë paqeje, conforto periudhë komforti, pra ishin në periudhë mbrojtje, ndërkohë që Europa flinte. Oggi i tempi sono diversi. Sot kohët janë të ndryshme dhe kanë diktuar pikërisht slancio anche di këtë hap të Fincantierit drejt Bregdetit ton dhe drejt kësaj marrëveshjeje që është me të vërtet një ëndër për Shqipërinë dhe për forcat armatosura të Shqipërisë, si dhe për ekonominë industriale të